CNATV udhëton drejt Devollit, një prej zonave më të veçanta të juglindjes së Shqipërisë, për të zbuluar bukuritë natyrore, pasuritë historike dhe potencialin e madh turistik që ofron ky territor. Një udhëtim përmes peizazheve të ralla, fshatrave karakteristik dhe zonave që ndërthurin traditën, kulturën dhe zhvillimin e ri. Në këtë speciale do të ndalemi në Devollin e Sipërm, në disa prej fshatrave që ruajnë ende identitetin e tyre ndër vite, por edhe ku po zbatohen investimet rëndësishme që synojnë kthimin e kësaj zone në një destinacion të preferuar për vizitorët vendas dhe të huaj. Do të shohim nga afër ndërhyrjet në infrastrukturë, projektet për zhvillimin e turizmit natyror, shtigjet e ecjes, zonat e aventurës dhe potencialin që mbart kjo trev për turizmin e qëndrueshëm. Por në këtë udhëtim do të flasim edhe për historinë e lashtë të Devollit, gjurmët arkeologjike, monumentet e trashëgimisë kulturore dhe vlerat që e bojnë këtë zonë të veçantë. Nga fshatrat me arkitekturë tradicionale prej Guri, tek traditat e ruajtura me fanatizëm nga banorët, gatimet karakteristike dhe mikpritja devollite. Kjo zonë ofron një kombinim mes natyrës së paprekur dhe historisë së pasur. Ndalesën e parë do ta bëjmë në Sinic, një nga fshatrat më të bukur të Devollit të Sipërm, por edhe në zona të tjera ku po punohet për të sjellë një model të ri zhvillimi përmes turizmit. Për këto projekte, për sfidat dhe vizionin për të ardhmen e kësaj treve, do të flasim me kryetarin e Bashkisë së Devollit, Eduard Duron. Sinica është një nga fshatrat që ruan më së miri identitetin tradicional të Devollit të Sipërm, me ndërtime karakteristike prej Guri, histori të hershme dhe një trashëgimi kulturore që vijon të mbetet e gjallë. Sinica duket që është një fshat me tradita, me histori, nisur edhe nga këto ndërtimet e vjetra që janë ruajtur të banesave. Çfarë vlera ka fshati Sinic? Sinica është nga fshatrat më të bukur të Devollit të Sipërm, me ndërtime karakteristike, me njerëz të mikpritës, me një kulinari të pasur dhe me monumente arkitekturore të vizitueshme. Ka kishën e Shqipërit një nga kishat vjetra në qarkun e Koçës, ka shkollën e parë të shqipe të ndërtuar në Devollin e Sipërm, e cila është ndërtuar me financim të bashkëdhëtarëve tanë të shoqatës Sinica në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por dhe në vendet e tjera të diasporës sinicare. Dhe e veçanta është që ky fshat ka ruajtur traditën e ndërtimit të Gurit. Është një fshat me ndërtime karakteristike, me banesa të vjetra dhe ndërtime të reja të cilat janë duke u zhvilluar dhe duke u ndërtuar, janë ruajnë atë profil ndërtimi dhe atë karakteristike duke mos ndryshuar profilin e vet. Përveç trashëgimisë arkitekturore dhe historike, Sinica dhe gjithë zonat e Devollit të Sipërm njihen edhe për traditat e kuzhinës, të cilat vijojnë të ruhen nga banorët vendas. Një tjetër element që e veçon këtë zonë është prodhimi vendas dhe lidhja e banorëve me tokën, ku produktet tradicionale vijojnë të kultivohen në mënyrë natyrale. Në Sinicë nuk gjejmë vetëm këtë traditën e vjetër, por edhe gatime tradicionale. Për çfarë njihet Sinica, por dhe Devolli i Sipërm në përgjithësi? Jo vetëm Sinica, por gjithë Devolli i Sipërm është karakteristik në gatimet të tyre tradicionale, lakrorin, byrekun, zajret e dimrit, turshit apo dhe përpunimin e frutave të ndryshme apo perimeve. Është një traditë që ruhet me fanatizëm nga banorët e fshatit dhe kjo i bën ata karakteristik në llojin e vet. I gatuajnë vetë, kujdesen vetë edhe për këto perimet, për frutat, për gjitha i bëjnë vetë. Patjetër, çdo frut apo perim është kultivohet në bashkat personale ose në bashkat personale të veta dhe kjo është dhe ajo mënyrë në të cilët ne i ftojmë njerëzit apo vizitorët të vinë në Sinicë. Sinica është përfshirë në programin e 100 fshatrave turistik të Shqipërisë, ndërsa vitet e fundit janë ndërmarrë iniciativa për të krijuar infrastrukturë dhe mundësi të reja për zhvillimin e turizmit natyror. Ju na keni thënë që do të bëhet një investim shumë i rëndësishëm. Nga ju, por edhe në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit. Si është parashikuar ky projekt? Sinica është pjesë e 100 fshatrave turistik të Shqipërisë dhe aktualisht nga qeveria shqiptare në bashkëpunim me fondin ose nëpërmjet Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe Bashkisë Devoll janë duke u zhvilluar 4 projekte për turizmin natyror. Në rrugë, hiking, në zip line, në kampin e rezistencës apo që do
kryet në Nikolicë dhe në rrugën turistike Arzë Nikolicë nëpërmjet luginës Lumit e Vollë. Zhvillimi i turizmit të aventurës dhe natyrës shihet si një nga drejtimet kryesore për të tërhequr më shumë vizitorë në këtë zonë, duke shfrytëzuar peizazhet natyrore dhe veçantitë e terrenit. Sa preferohet hiking, sepse ne në Devoll dihet që është teren malor, edhe mbase preferohet edhe nga vizitorët. Sinica dhe Devolli Shqipër fiksunimin e vetë kanë zhvillimin e turizmit natyror, lëvizjen në natyrë, ecjen, por edhe sportet ekstreme, pasi në këtë pjesë do ndërtohet zip line dhe kampi rezistencës, kur të apasionuarit pas tyre sporteve do kenë një pikë ose një checkpoint për ta vizituar. Një prej perlave natyrore të Devollit të Sipërm është ujvara e Valës së Madhe në Sinicë, një destinacion që çdo vit tërheq gjithnjë më shumë vizitorë për bukuritë e rralla të peizazhit dhe natyrën e paprekur. E rrethuar nga gjelbërimi dhe pjesë e rrjetit ujor të lumit Devoll, kjo ujvarë është kthyer në një nga simbolet turistike të zonës dhe një pikë e rëndësishme referimi për zhvillimin e turizmit natyror. Ujvara e Sinicës është perla që ka Devolli Sipërm. Ujvara e Valës së Madhe të Sinicës është një nga atraksionet turistike natyrore më të vizituar të Devollit të Sipërm. Është pjesë integrale e lumit Devoll, njëra degë e lumit Devoll dhe është një nga monumentet natyrore më të vizituara në Devollin e Sipërm. Sa vlerë ka kjo, jo vetëm për Sinicën, por edhe për zhvillimin e turizmit? Sa e preferojnë turistët që vinë në Devoll? Duke qenë pothuajse ujvara e vetme në rrethën e Devollit është atraksioni më i vizitueshëm në Devoll, por Sinica, Qyteza, Nikolica dhe Arza janë 4 fshatrat e Devollit të Sipërm, të cilët janë dhe pjesë e paketës 100 fshatra e turistike të Shqipërisë dhe gjithmonë është atraksioni më i vizituar. Pas bukurive natyrore të Sinicës dhe atraksioneve që ofron Devolli Sipërm, udhëtimi ynë vijon drejt Qytezës, një prej fshatrave më të veçantë të kësaj zone, një vend ku historia, kultura dhe tradita janë ruajtur ndër breza, por që sot po merr një tjetër dimension përmes zhvillimit të turizmit dhe investimeve të reja. Qyteza nuk është vetëm një pikë me vlera natyrore, por edhe një vatër e rëndësishme e dijes dhe arsimit në Shqipëri, nga ku kanë dalë figura të shumta që kanë dhënë kontribut në fusha të ndryshme. Pozicionuar në një zonë me peizazhe të rralla malore dhe me një arkitekturë karakteristike prej guri, ky fshat vijon të ruaj identitetin e tij të veçantë. Emri i Qytezës lidhet me historinë e njerëzve të saj të arsimuar, me mësuesit dhe intelektualët që kanë lënë gjurmë në shumë treva të vendit, por edhe me figura të njohura të artit që kanë origjinën nga kjo zonë. Çfarë të veçantë ka fshati Qytezë? Qyteza është nga fshatat më të bukur të Devollit të Sipërm, ndryshe quhet fshati intelektualëve të Shqipërisë, fshati i një pleade me mësuesish të cilët kanë dhënë kontributin e tyre në mësimdhënie në gjithë Republikën e Shqipërisë, por është fshati dhe i prarjes së shumë artistë si vendas, por edhe në arenë ndërkombëtare, ku në këta do përmendim edhe vëllezërit Velushit, të cilët rrejtë e tyre janë tek ky fshat. Dhe patjetër që ata kanë vizituar më shumë se një herë këtë fshat dhe e kanë në vëmendjen e tyre. Vëmendja ndaj kësaj zone është shoqëruar edhe me investime konkrete për përmirësimin e infrastrukturës dhe krijimin e kushteve më të mira për banorët dhe vizitorët. Ndërhyrjet kanë synuar jo vetëm lehtësimin e aksesit drejt fshatit, por edhe ruajtjen e karakterit tradicional të tij, duke respektuar mënyrën e veçantë të ndërtimit që e dallon gjithë Devollin e Sipërm. Ka shumë që mund të kenë ikur nga Qyteza, kanë emigruar jashtë, por sërish nuk e harojnë vendlindjen e tyre. Ju nga ana tjetër si bashki, çfarë keni bërë për këtë fshat? Bashkia dhe qeveria shqiptare nëpërmjet Fondit Shqiptar të Zhvillimit kanë ndryrë në infrastrukturën e brendshme, por edhe atë lidhse me rrugën nacionale Miras Arzë dhe ka bërë të mundur në rregullimin e infrastrukturës të këtij fshati. Çdo gjë në fshat ka pësuar ndërhyrje, si nga ana arkitekturale, por edhe nga ana infrastrukturore. Duke mbajtur duket edhe atë traditën e vjetër, me gurë, me dru. Tipike për gjithë fshatat e Devollit është ndërtimi me gurë dhe nuk besoj se kjo zonë do pranojë lloje të tjera ndërtimesh.
Qyteza po shndrohet gradualisht në një destinacion të kërkuar për turizmin natyror dhe atë familjar. Përveç banorëve që rikthehen në vendlindje, gjithnjë e më shumë vizitor po zgjedhin këtë fshat për qetësinë, natyrën dhe atmosferën tradicionale që ofron gjatë gjithë vitit. Çdo stin sjell një pamje të ndryshme të kësaj zone, duke bërë qytezën një pikë tërheqëse për ata që kërkojnë një eksperiencë larg zhurmës së qyteteve. Me çfarë merren banorët që janë tashmë në qytezë? Banorët që janë në qytet janë banorë të cilët ose janë larguar dhe rikthehen në fshat, por edhe më tepër ky fshat është i apasionuar pas turizmit dhe pas turizmit natyror. Kemi shumë vizitorë të cilët kanë jo vetëm qytetarë të larguar, por edhe të tjerë të cilët dëshirojnë të ndërtojnë këtu shtëpitë e veta për ditët e pushimeve të tyre. Për të rikthyer, mbase në periudhë vera apo vinë edhe për festa? Jo, vizitorët janë pothuajse gjatë gjithë vitit, janë gjithë vjetor dhe besoj që kjo e bën atë më të rejtë, pasi çdo stin ka të veçantën e vet në këtë fshat, është një nga fshatat më çrrodhës të Shqipërisë. Nga qyteza udhëtimi ynë në Devollin e Sipërm vijon drejt Menkulasit, një tjetër fshat me një histori të pasur kulturore dhe një emër të lidhur ngushtë me një prej figurave më të mëdha të letërsisë shqiptare, Dritoroa Gollin, i njohur si vendlindja e poetit dhe shkrimtarit të madh. Ky fshat mban një trashëgimi të rëndësishme, jo vetëm për Devollin, por për gjithë kulturën shqiptare. Veprat e Dritoroa Gollit e kanë bërë të njohur këtë zonë në mbar vendin, duke sjellë në letër jetën, traditat dhe karakterin e njerëzve të Devollit. Sot përmes muzeut që po ndërtohet në vendlindjen e tij, synohet që kjo trashëgimi të ruhet dhe të kthehet në një pikë të rëndësishme vizitimi për turistët dhe admiruesit e veprës së tij. Ja dolët më në fund që të ndërtonit edhe muzeun e Dritoroa Gollit, shkrimtarit të mirënjohur nga Devolli. Menkulasi identifikohet me emrin e Dritoroa Gollit, por jo vetëm Menkulasi, por dhe Devolli njihet dhe është bërë i njohur nëpërmjet veprës artistike letrare të Dritoroa Gollit, por jo vetëm si shkrimtar, por edhe si politikan i njohur i Devollit. Ishte një premtim i kahershëm i pothuajse gjithë pararasave të mi, fatmirësisht u bë mundur ndërtimi, jemi në fazën përfundimtare të ndërtimit të muzeut dhe ngelim vetëm për muzealizimin e tij, i cili shpresoj të mbarojë në datën 13 tetor me rastin e ditëlindjes së poetit të madh. Ndërtimi i këtij muzeu shihet si një investim në ruajtjen e kujtesës dhe promovimin e vlerave kulturore të zonës. Data e përfundimit të tij lidhet me një moment simbolik për fshatin dhe Devollin, duke kthyer përvjetorin e lindjes së Dritoroa Gollit në një ngjarje të rëndësishme për komunitetin. Kur ka nisur punimet dhe duket se ka nisur me hapa të shpejt, u arrit që për një kohë të shkurtër të ndërtohet gjithë kjo. Punimet filluan vitin e kaluar dhe objektivi ishte që 13 tetori i këtij vitit na gjendet me muzeun e ngritur, pasi është dhe përvjetori i lindjes së tij, është një përvjetor jubilar dhe është diçka e veçantë për Menkulasin, por edhe për Devollin. Përveç muzeut kushtuar Dritoroa Gollit, në fokus është edhe një tjetër simbol i identitetit Devollit, që lidhet me traditën dhe kulturën popullore të kësaj treve. Vallja Devolliçe, një nga elementët më të njohur të trashëgimisë shpirtërore, po synohet të marrë një vlerësim të veçantë përmes një monumenti dedikuar asaj. Një gjë tjetër që të ka ngelur pengëve që do ta realizosh për Dritoroin? Ne jemi në fazën e parë të konkursit për ngritjen e përmendores së poetit të madh, por jo vetëm të poetit, por dhe përmendoren e Valles Devolliçe, pasi ne kemi dy ikona të cilat na identifikojnë, poetin dhe shkrimtarin e madh Dritoroa Golli dhe Vallen Devolliçe, e cila është aplikuar dhe për pjesë e UNESCO-s. Si vlerë e shtuar dhe e mbrojtur. Vallja Devolliçe mbetet një nga shenjat më të forta të identitetit kulturor të kësaj zone. E trashëguar ndër breza jo vazhdon të praktikohet nga grupet artistike dhe të ruaj lidhjen mes brezave të rinj dhe traditave të vjetra të Devollit. Meqense jemi edhe te Vallja Devolliçe, sa po trashëgohet tek të rinjt kjo valle? Duke qenë vallja tradicionale e zonës, ajo është simboli i Devollit dhe jo vetëm në të rinjt, por në gjithë brezat i përkushtohet një vëmendje veçantë. Kemi disa grupe artistike të cilat e praktikojnë mësimin e Valles Devolliçe dhe besoj se ja kemi arritur qëllimit që atë ta trashëgojmë brez pas brez.
Pas pasurive kulturore dhe historike të Menkulasit, udhëtimi ynë në Devoll vijon drejt një prej pikave më të rëndësishme arkeologjike të kësaj zone, shpellës së Trenit. Një vend që mbar dëshmi të hershme të jetës njerëzore, me një histori që nis mijëra vite më parë dhe që e rendit këtë territor me zonave më të rëndësishme prehistorike në rajon. E vendosur pranë liçenit të Prespës së Vogël, shpella e Trenit përfaqëson një pasuri të rrallë arkeologjike, por njëkohësisht është një pikë me potencial të madh për zhvillimin e turizmit historik dhe natyror. Kjo zonë dëshmon lidhjen e hershme të njeriut me territorin dhe ruan ende gjurmë që tregojnë rëndësinë e saj ndër shekuj. Sapo vizituam shpellën e Trenit, një nga atraksionet turistike më të vizituara dhe më me vlerë të Bashkisë Devoll. Shpella e Trenit është një zbulim arkeologjik ose vend banimi prehistorik nga më të vjetrit në rajonin e Ballkanit apo dhe të Europës, i përket viteve 6000 para Krishtit dhe është quajtur vendbanimi i tillë që nga rreth viteve 1952 me zbulimet e dy arkeologëve të mirë njohur, ndër të cilët Hasan Ceka dhe një kolegu i tij, të cilët e atashuan në veprat e arkeologjike ato ose vendet e banuara prehistorike të zonës. Përveç rëndësisë arkeologjike, shpella e Trenit është edhe një ekosistem natyror i veçantë ku prej vitesh jetojnë koloni të lakuriqve të natës. Por pasuria e kësaj zone nuk kufizohet vetëm tek shpella, pasi gjithë territori i Prespës së Vogël mbar dëshmi të shumta historike dhe arkeologjike. Thuhet që ka shumë lakuriq nate. Si është e vërteta e kësaj? Është në banimi një kolonie të madhe lakuriqesh nate, por në këto momente ne nuk mund t'i vrejmë ata sepse është e pamundur në kushtet në cilat ne jemi. Por jo vetëm shpella e Trenit, por gjithë zona e Prespës së Vogël është një nga zonat me zbulimet arkeologjike nga më të mëdha në Devoll. Është vend burimi arkeologjik për disa kala, në të përmendim kalan e Trajanit, kalan e Shuecit, kalan e Mokut, por pak më tutje në Spilje janë dhe shkrimet e vjetra pasi disa ngatrojnë duke thënë se shkrimet e vjetra ndodhen në shpellën e Trenit, por ato nuk ndodhen këtu, ndodhen pak më tutje në Grykën e Spiljes, si e thonë, dhe është në një shpellë tjetër dhe aty janë dhe shkrimet e vjetra, ose pikturat e vjetra në murale, të cilat janë prehistorike. Trashëgimia arkeologjike e kësaj zone shihet si një mundësi e rëndësishme për të zhvilluar një formë të re turizmi, atë të eksplorimit historik dhe kulturor. Përveç vizitorëve vendas synohet që këto destinacione të përfshihen edhe në itinerare ndërkombëtare, duke lidhur natyrën, historinë dhe kulturën e zonës së Prespës. Sa e zhvillon kjo zonë turizmin kryetar? Sepse ju normalisht e keni promovuar her pas here Devollin, por si ka qenë periudha tani së fundmi për sa i përket turistëve? Kjo zonë është pjesë e sajteve arkeologjike dhe të apasionarëve pas turizmit arkeologjik. Por së shpejti ne do bëjmë dhe ujden e Prespës, Prespa Afroac, në bashkëpunim me shoqatën Prespa Afroac të shtetit grek, të cilët do bëjnë një ujit turistike dhe udhëtimi nga pjesa e Prespës greke, pasi ne këtu jemi në pjesën ndarëse midis kufirit grek dhe shqiptar, dhe do vinë në Prespën shqiptare dhe aktualisht ku jemi ne, dhe pastaj do vazhdojmë në Hustes dhe destinacioni fundi do jetë Korça dhe kthimi mbrapa në. Shpresojmë që ky të jetë viti i parë por të kthehet në një itinerar të përvitshëm, pasi do na bëjë më të njohur në arenën ndërkombëtare si organizator të një eventi kaq të rëndësishëm, po. Pas udhëtimit në përfshatrat karakteristik të Devollit të Sipërm, ndalesa e fundit e kësaj specialeje është në Bilisht, pranë stacionit turistik të Devollit, një pikë e krijuar për të orientuar dhe informuar vizitorët që zgjedhin këtë zonë si destinacion. Ky infopoint turistik shërben si një port hyrëse drejt atraksioneve të shumta të bashkisë, duke prezantuar historinë, natyrën, traditat dhe mundësitë që ofron Devolli për turistët vendas dhe të huaj. I vendosur në një pikë strategjike, stacioni turistik synon të jetë kontakti i parë i vizitorëve me zonën, duke i udhëzuar ata drejt destinacioneve më të rëndësishme, nga fshatrat malore dhe monumentet natyrore tek zonat me vlera historike dhe kulturore.
Stacioni turistik i Devollit apo infopointi i turizmit në Devoll është ndërtuar nga Ministri të Bashkisë Devoll për informuar vizitorët në Bilisht apo dhe ata që të shkojnë në zonat rurale të bashkisë për atraksionet, mundësitë apo qendrat e vizitueshme nga ata. Çfarë mund të gjejnë vizitorët brenda stacionit turistik? Pra ka flet palosje, ka foto të ndryshme, guida. Në stacionin turistik ka gjithmonë punonjës të cilët orientojnë vizitorët. Janë flet palosje të ndryshme, janë guidat të cilat ata do të ndjekin në Devoll, por dhe materiale të folklorit apo të ndryshme të bashkisë Devoll. Përmes këtij shërbimi synohet që vizitorët të kenë një informacion më të plotë për atë çfarë mund të eksplorojnë në Devoll, duke shndërruar qëndrimin e tyre në një përvojë më të pasur turistike. Pozicioni gjeografik i kësaj bashkie në kufi me Greqinë dhe si një nga pikat hyrëse toksore drejt Bashkimit Evropian krijon mundësi të reja për rritjen e numrit të turistëve të huaj. Ne kemi parë nga postimet që bëni ju te faqja zyrtare e bashkisë që ka patur edhe turistë huaj që kanë vizituar. Ka patur nga Gjermania, nga Franca. Ne jemi pikë kalimi, detyrimisht do bëhemi edhe destinacion për turistët e huaj, pasi pika hyrëse me vendet e Bashkimit Evropian në rrugë toksore është Bashkia Devoll. Kështu që kemi vizitorë jo vetëm nga shteti i fqinj Greqia, pasi siç e thamë që së shpejti të kemi edhe guidën pres pa ofruar, por edhe nga vendet të ndryshme të Bashkimit Evropian. Devolli mbetet një nga ato zona ku natyra, historia dhe tradita bashkohen për të krijuar një destinacion me vlera të rralla. Nga fshatrat karakteristik të Devollit të sipërm, me arkitekturën e gurit dhe mikpritjen e banorëve, tek monumentet natyrore, pasuritë arkeologjike dhe trashëgimia kulturore, kjo tref dëshmon se ka shumë për të ofruar për çdo vizitor. Investimet në infrastrukturë, promovimi i turizmit natyror dhe krijimi i guidave të reja synojnë ta vendosin Devollin në një pozicion gjithnjë më të rëndësishëm në hartën turistike të vendit dhe rajonit. Një udhëtim në Devoll nuk është vetëm një vizitë në një zonë me peizazhe të bukura, por një përvojë që të lidh me historinë, njerëzit, traditat dhe vlerat që kjo trev ka ruajtur ndër breza. Ky ishte udhëtimi ynë në zemër të Devollit, një zonë që çdo stin ka një histori të re për të treguar.